përshëndetje, Bac. A mundesh me na tregu sa vjet i ki? Unë kom 70. Mashallah, me shnet qysh je? Mirë faleminderit, mirë, nuk jem keq, mirë. Apo në kampin ai shko? Jo, mirë, jam ka pak tensioni, po ju. Kunoj vetëve ju keq. Mashallah, dhe mirë po dokesh për çito vjet. Mirë faleminderit, mirë, si po kaloni ju? Mirë. A faloni? Jo, mor ka Me shoqënie vete, kaj stofin. Mirë, krejt. Allah ju shpërblef ju në derë. Me gjithë ty inshallah. Jeni mirë se ordhën, mirë presum. Faleminderit. Na jetojmë për juve, që kemi një në shnush. Faleminderit shumë. Allah ju shpërblef si rutë gjithë. A Inshallah mundesh me na fol kaloj pak? mirë. A mundesh me na fol pak për kohët e mahershme sa të vështira janë kona tu. A ki hek na i senti? Po kem pas do për para ka qenë një kohë e vjetër, po ka qenë tradicionale, shumë ka qenë preferune, me bashkim, me gjitha kanë qenë, si dorshma, si gjitha hengjet, kanë qenë shumë në mënyrë të rregullt. Kanë pas shumë malezet, shumë të bimë më të mëdha. Kem bon fshatra, po kanë qenë me harmoni, me gjitha tafrët tonë edhe me krabëllëk. Mirë kem kalu. I përshëndesim gjitha ata që kanë qenë dhe këta që vinë, janë të mirë se ardhën, të gëzueshme. Edhe këta që vinë, a e ki fjallin për grubeqart apo? E kom fjallin për grubeqarë dhe vendali, do thot ata në gjithë njerëz tonë që kanë shkuar ne, inshallah Allah i ruan, e shpërblen. E pse këta grubeqart po thonë që përpara kur jena ardhin i dal na keni prit shumë mirë, e sot kur po vim besa s'pi u shohim hiç. Po thonë se kanë ndryshuar pak edhe jeta e pak a shumë grubeti, e tona janë të municionuar. Edhe gjithashtu është telefoni, kom i kimi ma shpeshta, edhe janë paka shumë gjithmonë kanë kontaktet, biseda, e shesi më mirë dhe i kalon ajo për malli që e ka për atë dhe, për familje, inshallah Allah i ruan gjithë na vinë mirë, shkojnë mirë, atëherë nuk muj ma te ka që puna nevoja, puna, për shkak që jetës ma të mirë, e di që kanë vështërsi, veni huj i ty në zmohet për prap, ata do të vinë një kohë, inshallah i ruan Allah i gjithë. Gjithë buen me shfrytzuar Kosovë, me argjit, me të vetë, me tafër të vetë. Inshallah Allah i ruan ku e janë. Amen. A mundesh me na fol pak edhe për traditat, a menon se janë harru pak traditat? Jo lënë mas dore shumë, ka hi kjo gjenerata re, ka ndërhy mirë, po kjo nuk ka keq. Mirë po shkojnë, mirë po kalojnë, janë të mirë se ardhën, mirë po kalojnë, edhe ta shumë mirë po shkojnë. A pëlqesin tash traditat pak ma ndryshe? Pëlqesin ma ndryshe, ka ma atmosferë, ka në për motele, ka shumë ma ta fëgjone, ma mira, ma të... Do jënë konë ma të... Jënë nuk jënë konë të këshia, jënë konë të mira, kanë pas... Jeshin e vetë. Po, jeshin e vetë. Kur ka fillu dasma? Ka fillu dasma, për shemull, në tejtër, dhejtë, honën, të në 3 ditë ka zgjatë, edhe 4 besa, se o konë njerës kanë qenë ma në pushim, kanë qenë ma kohën e lirë, sërë konë zonë me punë shtetënore, me obligime familjarë, mirë, po, a ka qenë shumë me aresh, me mirë, nuk mujnë me thonë që jo keq. Respekti u kur ma ndryshe Shumë atëherë? mirë ka respektu, kem jetu, kem honë në vend, kem bisedu në vend, kem posë mësë marveshe, e kem njofë që shojnë, e kem desht, e kem respektu. Besa musafiri kur o ardhë, qështë e keni prit? Ka posë shumë left, të çdo familje, si traditë shqiptare, ku është kalune, shumë ka qenë me këfritje mirë, të ka prit me zemër, të ka përcjell me zemër, do të thotë harrohen kur ato gjona, ato janë shumë përkujtune, pa harrume. Tash e po vjen musafiri. Tash, musafiri nuk vjen, edhe me thirë, thëtë s'kom ku, edhe me thirë, thëtë jam i pareshëm, edhe me orë vjen shumë pak, thëtë nuk kom ku, po që unë po shkoj, komunikimit e bojnë mes telefoni, gjitha punët, mirë po, edhe ato kanë verë dhe vetë, qa me vonë, ku haj ka arra si sojë. Po, tash po thojnë ecë me kohen. Ecë me kohen, po ecë me kohen. Po, e tash, çfarë mendimi ki për rinin, se për para ju nuk keni guxu fort me fol për i prindit, se fjala prindit të kun urdhër. Kem pos shumë se fjala prindit të kun ndikushme, do të thotë ke hinë dhëmë burra, mirë po s'ke mujtë me marrë kur farë, vetëm ata që kanë të nërnu. Edhe me leje ty në kem shërbyrë, jem dalë për rëmë, kem nej mirë, kem kalu mirë shumë. Nuk kem guxu, kem pas shumë frigë. Sot do shma tolerancë, sot që interesën, bisedon, komunikon në telefon, hinë nuk të vetë kush je, qka je, pse orë. Kur hi prindin në dhomi një qu, keni livrit për ta. Kur hi prindi, edhe kur ka dole kem respektu e më qu, edhe e kanë prit edhe familja, edhe rejet, edhe këtë kërë familjarin në kom, e kanë respektu, ka qenë shërbimi mirë. Mirë po tash të atërit e kanë atmosferën e vetë, s'muj me razgjesu seret, kuha kanë ndryshu, seret ndryshojnë, nuk jënë keq. Jo, qashtu, tash kanë ndryshu, tash edhe dasmat janë ma ndryshe, tash i kanë harru pak traditat, nuk është qysh jonë kona të. Një tjetër ide, një tjetër muhabet. E tash, se për para u kom burrat
Një unë gratë. Jem konë domas. Gratë kanë lëzë në vend tjetër, burat në vend tjetër. Edhe për para jeni gjetë me mësitni. Jem gjithmonë me mësitni, kanë shkuste, kanë jaftu. Vojtë, nuk ka pos, as kur, ja, për as ndore, as bisedat kësia, kanë diku prind, kanë diku more, kanë autoriteti bajma, respekti, si për bashkëtë, si për ato që e ka morë, do me honë, kanë qenë në gjutë për bashkë, kanë qenë lumëtur, kanë kriju familje, kur nuk kanë pas probleme. Tash ka shumë probleme. Vetë po gjinden. Po gjinden vetë, po shkatrohet vetë. Nuk ka kush, pse kjo është, ja, kjo është një tolerancë e madhe, o lirie e madhe për popullin tonë, nuk jam kundër lirie, jam kundër të kësia, se kundër të mira, jam mirëseore, shumë kanë vëri, lajsh o lajrud mirë, po e kanë asgjesu, i kanë bo martesa se loj, se gjon asgjasimi, e do të thotë ajo nuk kanë regull, ta du me po shku kujdesin nia, se mes dit me kanë po kalon, me kanë po shkon, me kanë për lidh jetën, jeta nuk është serial, jeta është jetë e vërtetë, du të zgjedh faktorin që kime jetu me kriju familje, mirë po këta po gutën pak, para kohë, pak a shumë i ka po dhe. A me nëse që të bashkjetesa që po i bojnë? Bashkjetesa janë preferune për popullin tonë, as me kanun, as me fe, as me kurgjë. Nuk kanë vend të nase, janë toleranca e modhe. Bashkjetesa është epi edhe një plus më të madhë, partnerit që me pos levizje më të madhë, mos respekt. Keni feju jo, se keni pa të feju me nderi sa i një martu. Te qatë në që ka orë jo, me mësit. Unë që 42 vite martu, kur problem s'kom pos, kem kalu mirë, kushtë kem pos mesme, mirë po kem pos razin, bisedën dashnin e mirë. Nuk kem pos mës marveshje. E kem po bisedë gjithka bashk, në aksham, në që kem kry punë bashk, kem rrithmi bashk, shumë, gjithmonë me familje, me shoqe, me prind, me non, me bob, o kon razia ma mo, dashnia ma mo, ajo na ka mojtë edhe man prap. Mirë po, tash në linja ka shku jashtë, ka morë tjera adete, tjera metoda, jo është ja ka tjetër atmosferë, tjetër ka nuk mund më përgjigjë me ne, mirë po këta pak a shumë, do të me i përcjellë dhe senet vjetë, me respektu prind. Mos më... Që shpëtu ti meri senet e mirat, këqijat lej. Këqijat i lent mirat, i nolla të gjithmonë gjënë herë do të njësë për veti, edhe shumë mira që s'ta donë që s'ja bët keqen, ku jasë ti më s'ja bënë. Edhe nëse ajë ta bënë, do t'ja kthesh me të mirë, ta Allah e kemi shku të gjithë, atje kemi poshu, do t'mi pas besimin të verenia, ajo për gjithë, isha Allah Zotin ashtë problem, na në rënë, na respekton, si gazetarë, si mësu, si mjek, popull në kemë vedishëm, popull në kemë tafë. Jam i kënaqur me këtë popull, edhe gjeneratët e reja po sjellën mirë, se kuptohet të rrit numrit, ka disa ato këtu, po nuk quhen fort pesë. E largojmë që po thotë i largojmë kësijat. Po, me të mira largojnë shihet. Po. A keni këshill me jep për rinin, se çaj këshill thon rin? Kom këshill gjithmonë me dhomë dhe me respektu të vjetit më shumë, me pas përparësi më shumë, me dash vend, me dash atë me dash profesorin, ai që ta ka dhënë dijen, edhe me dash prindin, mos me harru kur për jetë. Se tash prind po i çojnë për shtëpit më shumë. Po shumë keq, janë të bon. Tu i çon shtëpia të lezhve, tu bo gabime të mëdha që se falen. Prindi s'bën mua shkollu asnjë mënyrë, asnjë lloj mënyre. Prindi vetëm në herë ka mos ka. Nonë dhe bab mos i vëlla mëtër. Ta janë taftë, edhe ata do thotë. Përpara i kanë këshyr, përpara s'kan hek dorë prej prindve. Asesi. As nuk i ka shkuar e mene kur qysh. Edhe ato që kanë orë, ato kanë, po nuk kanë respektu. Po në qofë se ja dënë të prindin asoj, edhe do të dënë ty. E për koha aso që i prevojnë dëvsene, po do të mja hupat të beat. Me bon mërësori, se edhe e ka prind që orë dhe ti, me respektu ati edhe ka. Për 2 orë me kojnë nëshët, barabartë, as ga botë të familje, as kërkun. Tash për shembull e Pelipin privatësinë e vet. Pelipin drejta shumë, ato ju dhonë maksimum. Nuk janë mirëseorën për popullin tonë, nuk janë mirëseorën për rinin tonë, toleranca madhe. Po do mi jetu me këto ose me shku na kërkun pajis prindit. E kem respektu, na ka respektu, kem pas gjumë për bashkë, ajo na ka mbojt. Pasunia ka ma pak, po dashnia ka ma shumë. E që ato fjalla, po lidhë zene, që atë diju në për vjetë. I ka mujt dashnia ato që asë jënë konë të shiroshme. E nëse flasim për odat e burrave, qysh jënë konë për para? Shumë preferune, shumë me të mëritne, kanë pas vleft, oda bura o konë, çdo shtëpi e ka pas ka ajo, nesë ajo të pritjes, ajo konë komunikimi mirë, ka dhomë mësimet mira, arsim o konë ajo konë mësuesi pare ko oda të na. Për para. Oda konë mësim që ka dhonë rinis, e ka u për parim. Edhe ne ato gjithë e menu, edhe ne ato... Oda heqë shumë pak, s'ka askun. Nuk më në gjonë kërkun. Do në pjesë të rëgohës, janë i kom të miqë.
i respektojnë për rol të bëhen. A është e vërtet që thonë që në për oda ki mujt më shku edhe nëse se kin gjof njeri a ju hinut? Edhe nëse se kënë gjuft, edhe nëse kanë zonota, nëse ka orë vën, ka trokit delo ko i më së pritën, si me pas me 100 vjetë. Ajo e manë popli, dhe buka, muhabeti, dhe mirë pritja, zemra. Në grot nuk kanë pritu hiq me bo hizmet. Gjysë notë kanë gatu, kanë bo bukë, kanë prit, asë musafir se kanë shumë pa bukë. Ata që kanë pas për veti, veç ju në kohë zemrë plot. Buke krype zemrë. Ajo i ka prit. Qashtë. E tash, për shembull, në atë kohë jeni kon fëmijë shumë. Shumë, ka labda. Nonat e juve kanë bo fëmijë shumë, besa ka 8-9 fëmijë, edhe si në kukur. E sot me 2 fëmijë po kanë ankesa. Tash nuk janë shumë qaq me se orën për fëmijas me bon kur farpune, janë dëmëlo shumë, e kanë hub për qajnë punë, se ato janë se mund me konsinonët e vetë, ose të urat e gjyshën që ka gjenë, po paka shumë i kalon a zonë, edhe kanë kalon atë stremin, janë hop mas televizori, mas seriali, mas ati më thep tash telefoni, edhe ato i kanë lazdrurin i kanë largu pe jetë të këndshme. Edhe shkollimi ka qenë pak më ndalun për U konë, ka pas pak shkolla për vajza, nuk kanë pas drejta ma shumë mirë, po ju në kohë s'kënoshtë se kanë dëgju prind. Nuk e ka ra gjon keqme sa s'ka pas domi, s'ka pas me lotë mi. Ja, asë se kërkuj. Prindi o prind, ka që mi po prindi s'minë mirë për para, që dërgjeri, edhe ishala Allah i mirun të gjithë ka janë. E ja që në lezehin në veti, këta triti ishala a vytën pak, e ngujnë pjetrit, këthejen pak njetën dësenet vjetë, as vonë me harrus aty në konën, po dalin vërteta, që ka që kom. Faleminderit shumë për teje, që ti ndave ko me neve, inshallah ti e kish netën, e ti qënë zotit të natë mira. Gjithashtu me ju, Allah ju kalofshit mirë, e pasi sukses gjithë se ka jeni. E ju përshëndes. Gjithashtu. Faleminderit gjithmonë stafin, inshallah kaloni mirë. Faleminderit shumë. Gjithashtu.